Zbulohet rastësisht mesazhi i urimit që moderatorja bukuroshe Kiara Tito i ka bërë mamit të saj Blerta për ditëlindje. Ka qenë Korrieri i Luleve i cili ka zbuluar se çfarë është shkruar tek pusulla e vendosur në mesin e buqetës. Me siguri shumë prej jush kanë menduar se urimi i saj ishte vetëm aq një foto dhe një fjali e thjeshtë e shkruar në gjuhën angleze, por jo. Të gjithë e dim se sa e dhënë është moderatorja e ëmbël ndaj detajeve dhe ky rast nuk kishte se si të ishte më ndryshe për të që të shprehte ndjesitë që ka si vajzë. Me siguri të gjithë do të emocionohen sikurse ka ndodhur edhe me mamin e saj kur e ka lexuar. Ja se çfarë ka shkruar ajo: gëzuar ditëlindjen, mamushja ime e shtrenjtë, Blerta. Sot është një ditë shumë e veçantë, një ditë që më mbush me emocione të forta dhe me një ndjenjë mirënjohjeje të pafundme, sepse është dita kur në këtë botë erdhi personi më i shtrenjtë për mua, nëna ime, zemra ime, drita e jetës sime. Nuk di nga t'ja nis, sepse sa herë mendoj për ty, zemra më mbushet me aq shumë dashuri dhe falënderim, saqë nuk gjej fjalët e duhura për ta përshkruar. Ti e gruaja që më ka rritur me kaq shumë përkushtim, me kaq shumë sakrifica e dashuri, duke mos më lënë asnjëherë të ndjej mungesë, duke qenë gjithmonë mbështetja ime më e madhe, frymëzimi im më i madh dhe forca ime në çdo hap të jetës. Mami, ti nuk je thjesht një nënë e mrekullueshme, por je edhe shoqja ime më e mirë, ajo që më ka qëndruar pranë në çdo moment të bukur e të vështirë, ajo që gjithmonë di të më kuptoj pa pasur nevojë për fjalë. Ti ke qenë dhe do të mbetesh gjithmonë busulla ime, personi që më ka mësuar çfarë do të thotë të jesh një grua e fortë, e ndershme dhe e dashur. Fal teje, unë kam mësuar se çfarë është dashuria e pakushtëzuar. Fal teje, unë di çfarë do të thotë të jesh e fortë edhe kur jeta të vë përpara sfidave më të mëdha. Ti më ke treguar me shembullin tënd se si duhet të duash, të sakrifikosh dhe të japësh gjithmonë më të mirën për ata që do sot, në këtë ditë të bukur që është vetëm e jotja, unë dua të të uroj me gjithë shpirt një jetë plot shëndet, lumturi dhe paqe. Uroj që çdo ëndër e jotja të realizohet dhe që çdo ditë e jetës tënde të jetë e mbushur me gëzim, me dashuri dhe me të gjitha bekimet që ti i meriton. Uroj që buzëqeshja jote të mos shuhet kurrë dhe që zemra jote të jetë gjithmonë e qetë, sepse nuk ka askënd në këtë botë që e meriton më shumë se sa ti. Unë do të jem gjithmonë këtu për ty, ashtu siç ti ke qenë gjithmonë për mua. Sepse lidhja jonë nuk është thjesht ajo e një nëne dhe një vajze, por është një dashuri e pashoqe, një forcë që nuk lëkundet kurrë, një lidhje që asgjë dhe askush nuk mund ta thyejë. Të dua më shumë se sa mund ta përshkruaj me fjalë, mamushja ime. Gëzuar ditëlindjen. Ti je dhurata më e bukur që jeta më ka falur. Kiara jote e vogël. Ky ka qenë edhe urimi tejet emocional dhe shumë i bukur që moderatorja bukuroshe Kiara Tito i ka bërë mamit të saj. Mund të thuhet se është ndër urimet më të bukura dhe më të adhurueshme që kemi dëgjuar dhe lexuar.